Gjermania ka marrë një vendim historik duke dërguar trupa jashtë kufive të saj për herë të parë që nga lufta e dytë botërore. Në një lëvizje të paprecedent, Berlini ka nisur vendosjen e një brigade të blinduar prej 5.000 trupash në Lituani për të forcuar mbrojtjen e krahut lindor të NATO-s kundër kërcënimit të vazhdueshëm të Vladimir Putinit. Gjatë dekadave të pas luftës, Gjermania ka ruajtur një qëndrim paqësor dhe ka shmangur militarizmin duke pasur parasysh të kaluarën e saj historike. Megjithatë, agresioni i hapur i Rusisë gjatë 3 viteve të fundit duket se ka detyruar qeverinë gjermane të ndryshojë rrënjësisht politikën e saj të mbrojtjes dhe të ndërmarrë hapa konkret për të mbështetur aleatët e saj. Nisja e re, quajtur Brigada e 45 e blinduar, u aktivizua zyrtarisht në një ceremoni pranë kryeqytetit lituanez Vilnius. Brigadier General Christoph Huber, i cili do të drejtojë misionin, deklaroi: "Kemi një mision të qartë, të sigurojmë mbrojtjen, lirinë dhe sigurinë e aleatëve tanë lituanez në krahun lindor të NATO-s. Në këtë mënyrë, mbrojmë gjithashtu territorin e NATO-s dhe Gjermaninë." Lituania ndonse kufizohet drejt për drejt me territorin kryesor të Rusisë, ndodhet përballë 2 zonave strategjike ruse, enklavës militarizuar të Kaliningradit dhe kufirit të gjatë prej gati 700 kilometrash me Bielorusin, aleaten më të ngushtë të Putinit. Për këtë arsye, vendi konsiderohet si një nga më të rrezikuarit në Balltik, së bashku me Letoninë dhe Estoninë. Edhe pse ka një konflikt të drejtë për drejtë mes Rusisë dhe Lituanisë, Moska duket se ka ndërmarrë veprime të fshehta për të destabilizuar vendin. Autoritetet lituaneze kanë zbuluar një komplot të sponsorizuar nga Rusia për të sulmuar një dyqan IKEA në Lituani, vetëm sepse logoja e tij ka të njëjtat ngjyra si flamuri i Ukrainës. Gjithashtu Rusia dyshohet se ka vendosur eksploziv në një avion transporti të DHL-s që udhëzua në Vilnius. Dërgimi i trupave në Lituani përkon me një ndryshim të madh në politikën e mbrojtjes së Gjermanisë. Parlamenti gjerman ka miratuar një fond prej 420 miliard poundësh për infrastrukturën ushtarake duke hequr kufizimet e mëparshme për shpenzimet e mbrojtjes.